O, shqiptar, se më çmendët fare, më oqët trut. Do merr një vesh nga emigrimin në Gjermani, apo jo se më shkatruat fare, më bet që të heq pantalonat. Kujdes! Kemi dëgjuar lamalam. Miq, dëgjo mirë me vëmendje, mendja në mësim. Erdhe me vizë pune nga Shqipëria për në Gjermani, jetë e puna, e shikon, po të pëlqeu, rri, po të pëlqeu, pythun edhe ik me vrap. Mos ke probleme fare, Gjermania ka nevoj për punëtor. Kujdes, do të largosh në një qytet tjetër, do të largosh në një punë tjetër. Mire bukur, merr kontratën e punës, merr dhe 5 fletëshin nga punëdhënësi i ri, dhe ik futi te arbajcanti. Dhe ndërkohë do marrësh lejen e re dhe rrugë të mbarë. Se mo që truri fare, nuk po flas dot me ju, më shkatrua, mos val keni ndërmend për të më çuar te pesta? Najt, jam dhe do të ngelem zëri juaj. Prandaj, e merren me sportivitet. Qofse ke dëshirë, puno. Në qofse do të ikësh në një vend tjetër, mire bukur, ik. Mos ke frikë. Se Gjermania ka nevojë për punëtor. Larat a pronarët që të vënë frikën, do të prishim dokumentat, do të bëjmë këtë. Jam dhe do të ngelem zëri juaj. Kalofshit bukur, natën e mirë.